Avokat, ditën e sotme u vendos që dosja ndaj ish kryeministit Berisha të kalojë në gjyq. Që dosja ka kaluar për gjykim, është lajm shumë i mirë, është një fitore e drejtësisë, është një fitore e demokracisë, është një fitore e qytetarëve shqiptarë të çlirohen një herë mirë nga uzurpatorët e pushtetit, që të dy kraheve që në fakt janë një dhe e kemi thënë në mënyrë të përsëritur, ta kam thënë dhe në emisionet e kaluara që në marrëveshjen e 21 prillit 2008 është tradhtuar demokracia në Shqipëri. Këta janë të dy një lloj me ato të ashtuquajturat lista të mbyllura, këta kanë vendosur një diktaturë të pashpallur, por shumë më të egër se sa ajo e Enverit, sepse diktatura e Enverit, që diktaturë e legale, thosh jemi diktaturë dhe kish marruar ajo punë. Ndërsa këta thonë jemi demokraci, por në fakt janë më diktatorë se Enveri. Pse? I çojnë njerëzit për të votuar, u thonë votoni, u thonë dhe s'ka gjë se e dim ne se kush do dalë deputet. Pra kjo është kulmi i padrejtësisë dhe kulmi i hipokrizisë, që thonë zgjedhjet janë të lira, votimet janë të lira, nuk ka asgjë të lirë. Këta gënjen janë tërë mashtruesa. Pak ditë më parë u mbajt samiti në Tiranë i vendeve të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, ku shumë krerë shtetësh ishin pranishëm në këtë samit. A duke që Shqipëria është në rrugën e duhur që të integrohet drejt Bashkimit Evropian, pasur parasysh që shumë vende i ka përkrah saj? Pak ditë më parë erdhën në Tiranë një grup homoseksualësh nga Bashkimi Evropian, të cilët s'bën asgjë tjetër veç se bën një vrim në ujë dhe menduan që do mbështesin Edi Ramën, dhe menduan që do njiheshin zgjedhjet dhe menduan që do triumfonte pushtimi i Shqipërisë nga Moska nëpërmjet komunistëve të Bashkimit Evropian. Zotëri, ata nuk erdhën këtu për të zgjidhur problemet e shqiptarëve, as për të ndihmuar shqiptarët. Ata erdhën bën një show aty, kanë marrë dhe ca premtime nga ky Nocroku i Partisë Socialiste që s'ka kurajo dhe nuk guxon të thotë fituam. E kupton? Dhe siç erdhën ashtu ikën. Tha njëherë Ece hajde Sulejmani sa e bëri mik veçëni, ata as i mori vesh njeri kur erdhën as kur ikën. Çfarë thanë, çfarë vendosun, populli shqiptar nuk di gjë dhe nuk ishte thënë asnjë. Thjesht ata këtu nuk kanë absolutisht asnjë akses. Shqipëria zotëri do bëhet nga Amerika. Shqipëria do bëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria nuk ka fare punë me Bashkimin Evropian, se dhe vetë Bashkimi Evropian është në shkatërrim e sipër. Avokat, kur thoni Shqipëria do bëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, keni parasysh ndonjë zotim që ka marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo thjesht e keni si dëshirë tuaja? Nga informacionet që marrim për ditë nëpërmjet medias, shikojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë marrë në dorë çështjen e Shqipërisë dhe kanë vendosur që të bashkohen trojet shqiptare, të funksionoj qeveria teknike që është ngritur para 10 ditësh dhe është publikuar në media shqiptare, dhe Shqipëria të kaloj me një sistem republik presidenciale me 81 deputet, me 80 deputet dhe 41 senator, me president, dhe të shkëputet një herë për gjithmonë nga vargojnët e Evropës, nga vargojnët e atyre që erdhen që na sakatuan. Ai është përfaqësues i atyre që na coptuan neve në 1930-ën, bashkë me atë të Londrës, me kryeministrin e Londrës. Habitem si vinë, si kanë fytyrë vinë para shqiptarëve ata. Avokat, edhe mos reagimi ambasadës amerikane, pra s'ka pasur asnjë deklarat, as në mbështetje, as kundër zgjedhjeve. A është kjo në atë që thoni ju, pra që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë marrë në dorë situatën e Shqipërisë dhe ndoshta nuk njihen dhe zgjedhjet? Ky hezitim i Shtetit Bashkuar të Amerikës për të reaguar për zgjedhjet? Jo, nuk them ndoshta. Unë them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do t'i pranojnë këto të ashtuquajtura zgjedhje, nuk janë zgjedhje. Dhe fakti që nuk po flet ambasada amerikane dhe nuk po shprehen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vërteton 4 ciprista të që them unë. Pse? Në 2021 kur u bën zgjedhjet në Shqipëri,
Ambasadori amerikane doli dhe tha ka fituar Partia Socialiste me 74 deputet, pa u numëruar mirë akoma kutit e votimit. Tani ka 5 ditë, 6 ditë që janë bërë zgjedhjet kusht, ambasada amerikane. Ka një javë qa, ka një javë fix. Pra kjo i thot të tëra. Heshtja e Amerikës i thot të tëra. Nuk do një Amerika zgjedhje të tilla që të marrë me 900.000 ose maksimumi 1 milion banor që jetojnë në Shqipëri, të marrë 84 deputet vetëm Partia Socialiste. Kush i ha këto, më zotërie? Avokat, po kur pritet që ta marrë situatën në dorë Amerika dhe këtu të vendosen disa rregulla që edhe shqiptarët të binden dhe ta shohin me sytë e vet që këtu Amerika po ve dorë? Dëgjoj, që ngritja e qeverisë teknike me mbështetjen amerikane, SPAK-u që është krijuar nga amerikanët, Byroja Kombëtare e Hetimit që është krijuar nga amerikanët, i thotë të tëra, Amerika e ka marrë situatën në dorë për ata që kanë sy edhe vesh. Kryetari i Partisë Shpresa Demokrate e ka thënë në mënyrë të përsëritur që nuk do bëjnë zgjedhje, do bëjnë arrestime. Unë tani pres arrestimet, se zgjedhjet marroj ajo punë që nuk quhen zgjedhje dhe nuk janë njohur dhe nuk do njihen. Pati një përplasje shumë të fortë ditën e sotme, ku Ulsi Manja reagoi. Ulsi Manja ishte në një prezantim për të prezantuar rekomandimet e qeverisë lidhur me punën e prokurorisë përgjithshme. Dhe ai dha 8 rekomandime. Aty i pranishëm ishte edhe Altin Dumani, i cili ndër të tjerë Altin Dumani tha se rekomandime që ka dhënë qeveria, disa prej tyre nuk janë të zbatueshme. A është fillimi i qeverisë kjo për të shtypur SPAK-un, për ta vënë në kthetrat e veta? Shiko, ata e kanë deklaruar me kohë që e kanë armik SPAK-un, sepse SPAK-u po u ka zbuluar të tëra aferat dhe të tëra krimet dhe të tëra vjedhje që kanë bërë, dhe kuptohet që SPAK-un ata nuk e duan, mirë por nuk kanë qartë i bëjnë se SPAK-un se kanë krijuar ata. SPAK-un e kanë krijuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SPAK-un e paguan Amerika, Byroja Kombëtare të Hetimit e paguan Amerika, Byroja Kombëtare e Hetimit i ka kompletuar të tëra veprat e tyre, vjedhjet e tyre, mashtrimet, të tëra çfarë kanë bërë dhe ka çuar SPAK-u i kanë tavolinë. Dhe Altin Dumani nuk pret gjë tjetër veçse të ekzekutohen urdhrat që ka SPAK-u në tavolinë. Ndërkohë Ulsi Manja e di mirë se ku do vej, sepse këtu është gjithë problemi i Ulsi Manjës dhe i Edi Ramës. Problemin e kanë tek arrestimet. Është thënë që do arrestohen që nga zëvendës kryeministri e para edhe të tjerët me radhë. Unë pres arrestimin në Tiranë, nuk pres që të bëhet gjë tjetër ose të zgjidhen probleme siç kërkon të zgjidh Ulsi Manja me Edi Ramën nëpërmjet luftës që i bëjnë SPAK-ut. SPAK-ut ata nuk kanë që bëjnë hiç. SPAK-u do i çoj atje ku duhet, aty ku meritojnë për veprën që kanë bërë. Se gjysmën e partisë tij Edi Rama e kanë burg, gjysma tjetër i ka mbetur. Avokat, kujtoj këtu që Edi Rama ka fituar 83 mandate dhe një mandat i duhet që të bëjë 84. Kur e thoni kështu, juve ju duket sikur këtu s'ka ndodhur asgjë, pra këtu duket sikur një forcë e tretë po merr fuqi, ndërkohë që ne s'kemi parë ndonjë forcë e tretë këtu që të ketë fuqi. Pra, cilët janë ato veprime që do bëj dora amerikane në Shqipëri që ne ta besojmë vërtet që këtu po merr vrull dora amerikane? Këtë nuk duhet ta kërkoni nga unë, këtë duhet ta kërkoni nga persona dhe personazh dhe forcë politike që flet në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe që i ka denoncuar me kohë dhe që po i denoncon për ditë. Nuk jam unë ai që i di këto gjëra. Unë di këtë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotëri, nuk lejojnë dhe nuk do lejojnë që vetëm me votimin e 10.3% të popullsisë shqiptare të marrë Edi Rama 83 deputet sa ka marrë. Nuk janë zgjedhje këto, zotëri, nuk njihen këto zgjedhje, harrojeni. Nuk do njihen këto zgjedhje për të gjitha arsyet. Po kush nuk do i njoh, avokat? Deri tani s'kemi parë një zë kundër. Të lutem, Amerika nuk i njeh.
Po nuk ka ndalur me deklaratë që thot, ne nuk I njohim zgjedhjet. Po më Kur që pritet s'ka dalë, këtë nuk do thotë reagim? që s'do dalin. Të lutem, që nuk kanë dalë me deklarat, nuk do thotë që nuk do dalin. Duroni, se ju I doni gjërat me të shqipur butonin. Në politik nuk janë kështu punët. Jo, Janë ne, nga dalë, ne duam qetë dhe të sinjale, që vendosura. të ketë sinjale që këtu, po themi, që nuk njihen zgjedhjet, kupton? Sinjali kryesor e ke, nuk po shprehet ambasada amerikane. Qa sinjali tjetër do? Po për shembull të ketë një deklarat nga Dashi që të thuhet zgjedhjet nuk ishin me standarde. Kur do vi kjo deklarat që të jetë e fuqishme dhe të mos ketë ekuivok në të. Do vi kur ta vendosin ata që të vijë. Pra ne duhet presim akoma për një deklaratë të tillë. Pa tjetër do presim, derisa nuk janë shprehur as po as jo, do presim, në pritje jemi. Avokat, shumë faleminderit për kohën. Të lutem.